Kjo vajzë është e vetmja që i shpëtoi një orteku të fuqishëm bore që e goditi fshatin Restelic. 5 vjeçarja u nxjerr shëndoshë mirë nga gërmavat e shtëpisë. Të paktën deri tash, ajo është e vetmja që i mbijetoi kësaj katastrofe natyrore, pasi 3 veta vazhdojnë të mbesin të ngujuar në këto rënoja. Fatin e njëjtë nuk e patën bashkë familjarët e saj. Forca e sigurisë së Kosovës, zjarr fikse policë, kanë arritur që të identifikojnë 7 persona, të cilët humbën jetën në këtë katastrofë natyrore. Veç trupave emergjent, në planin e kërkim shpëtimit po kontribojnë edhe shumë qytetarë. Situata në teren vazhdon të mbetet e rëndë, dhe lëvizja në përfshat është e vështirë për faj të frymës dhe borës së madhe. Shpëtimtarët po besojnë që orteku i lartë 10 metra dhe i gjatë 500 metra që mbuloj afro 15 shtëpi, t'i ke zënën rënoja 11 veta në total, nga të cilët 7 janë gjetur të vdekur, 1 është e gjallë dhe 3 vazhdojnë të mbesin të zhdukur.